Argjinatura ndërtuar në vitin 2000 në fshatin Oblik ka pësuar qarje dhe është dëmtuar në disa vende si pasojë e vërshimit të përrojt që kalon aty, i cili në Koreshish është i papërmbajtshëm. Edhe pse jemi në stinën e verës, banorët apelojnë që shteti të marrë masa, pasi e konsiderojnë këtë situatë emergjente, sepse vërshimi i përrojt rrezikon rreth 100 shtëpi në këtë zonë. Argjinatura është dëmtuar në vitin 2000, është bërë e re, është bërë në kushte tamam normale. Pruvi dhe mëllaja dhe shinat e nënda që dëmtuajtën plotësisht. Edhe gjendja sot është një gjë që është. Prurjet janë shumëta. Jena mundu me mbajt me materiale, është e pamujtën që. A janë ngryur tokat? Janë ngryur tokat. Kanë shemje. A ka banesa këtu afër që rrezikojnë? Janë fshati që është poshtë. Të janë që nësa banesëm. Tash i shteti ta shikojnë këtë gjendje se si është. Shtrati përrojt të Oblikës, ndihmuar dhe nga ndërhyrjet e bëra pa kriter, ka pësuar devijime dhe bashkë me to dhe argjinatura dhe qarja plot e saj do të sillte pasojat e paparashikueshme. Në këtë vend nevojitet një financim konkret dhe projekt serioz, që është e vërteta në njësinë administrative Ana Amalit, ende nuk është bërë asnjë investim serioz në lidhje me masat antipërmbytje, as në argjinatura dhe as në pastrimin e kanaleve kulluese, përveç një pritet të vogël, e cila shërben për mbrojtjen nga erozionin, ndaj në rast se do të përsëritet e njëjta situatë si vitet e shkuara, kjo prit nuk e përballon vërshimin e ujit.